Raste më falë, doktor, që po të ndërpres, që për shembull kanë pretenduar që kanë fol me Zotin ose janë vetë Zoti ose kështu diçka. Ka, e kom pas njëri i cili ka shku me bo analizat e ADN-s, se ka qenë djali i Bushit edhe ka dasht me e dëshmu babës vetë se është djali i tij. Masandej ka edhe të tillë që të marrin mesazhe prej Zotit edhe se duhet me ndru diçka. Po njerëz që kanë pretenduar që janë për shembull Zoti vetë? Nuk kom pas, nuk shkojnë aq larg. Për shkak se edhe ato deluzione, edhe ato halucinacione bazohen diçka. Unë për veti nuk kom pas rast me thonë dikush unë jam i Zotit. Po ju si neuropsikiatër, doktor, besoni në prezencën e dikujt të mbinatëshme, siç është Zoti na çfarë? Unë në Zot besoj. Por jo në demon, jo në vampira, jo në shpirta, thot po shetisin ka ndalë. Domethënë nuk beson në një dimension tjetër paralel. Që shtojnë për shembull besimit dhe fe tjera që janë melek. Për paraleli jo. Mirë po që ka dimensione tjera, cilat shqisa tona nuk mujnë me i perceptu, besoj. Po për shembull që një dimension tjetër, a besoni që ekzistojnë UFO-t për shembull? Është e pa mundun mos me pas në gjithësinë tonë edhe mënyrat të ndryshme të jetës. Duhet me qenë ata si ne.